bizneset kanë telashe, kanë probleme. Është e rrezikshme. Gërçi ekonomik gjithmonë është i tamshëm. Mos konstituimi i institucioneve shtetënore faktikisht ka bërë që shteti dhe ekonomia në përgjithësi të funksionojë në mënyrë, do thoja, në një gjendje do thotë jo mirë të organizuar, jo mirë të definuar, për faktin se tregues të rritjes thash edhe herë po tregojnë që janë jo të kënaqshëm për 2-3 muajt e parë. Se bizneset kanë telashe, kanë probleme dhe të njëjtat i adresohen dikujt aty, i adresohen normalisht domethënë qeverisë dhe trupave të saj dhe mungesa e tyre sigurisht domethënë ndikon shumë negativ tek bizneset vendore, por në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe tek bizneset ndërkombëtare, të cilat edhe nëse kanë të pasur ndërmend këtë periudhë të investojnë në Kosovë, sigurisht se kanë shtyr për një periudhë kur do të jetë diçka më stabile. Kemi kriju një farloj varësie që për mua gjithmonë ka qenë shqetësuese, varësie ndaj për shembull ndihmave ndaj prej shtetit, por që të kemi ngërç politik të tillë që kemi deri më sot nuk është e shëndetshme. Është e rrezikshme, unë mendoj. Është e rrezikshme për shkak se është e rrezikshme për mënyrën se si do ta zhvillojmë këtë shëndetin ekonomik, se si do ta modelojmë ekonominë e Kosovës në të ardhmen. Mos harrojmë se më pak se 3 muaj në fakt duhet gjithsesi që të gjejmë mekanizma, ta gjejmë një rrugë të qasjes më pozitive për hir të ekonomisë, për hir të konsumatorit edhe natyrisht për hir të si themi rreziqeve që po vinë nga jashtë Kosovës. Gërçi ekonomik gjithmonë është i tamshëm, por në këtë rast kur është duke vazhduar ma gjatë duhet atëherë damet janë të parushme. Është duke u shkaktuar dami ndaj sektorit privat, është duke u shkaktuar dami ndaj ligjeve të ndryshme që e avancojnë sektorin privat, është duke shkaktuar damin duke mos pas debate të mirëfillta për rritjen e energjisë elektrike, që ajo është duke shkatruar në veçanti prodhuesit vendor, është duke dëmtuar që të mos e punëkryesjet që punojnë me institucione shtetërore, për arsye se edhe institucione komunale, për arsye se s'ka të lejuara buxhete të mjaftueshme.